19.726 kuotat e pranimit të studentëve në institucionet publike të arsimit të lartë në vend. Për vitin e ri akademik 2014-2015, tashmë janë zyrtare. Vendimi i Këshillit të Ministrave është botuar në fletoren zyrtare më 12 gusht. Vitin e kaluar qeveria Berisha ofroi 29.330 kuota, ndërsa në universitete u thithën mbi 23.000 student. Kuota këto të vlerësuara si populizëm elektoral nga Ministri i Arsimit dhe Sportit Lindita Nikolla, në kushtet ku sipas saj universitetet propozuan 22.000 kuota, po ashtu në fletoren zyrtare janë publikuar edhe tarifat vjetore që duhet të paguajnë studentët. Sipas ministres Nikolla, rritja më e madhe e regjistruar e tarifës është me 70.000 lekë të vjetra në vit. Ndërkohë demokratët vazhdojnë akuzat për kuotat e pranimit, duke theksuar se u zyrtarizuan tashmë 12.000 të tilla më pak se vitin e kaluar. Sipas deputetit Bushati, firma e Ramës vulosi çuarjen e studentëve drejt veseve dhe rrugës. Edi Rama ka detyruar kështu 12.000 të ri të bëjnë zgjedhje të tjera të imponuara, duke i bërë ato vulnerabel ndaj jetës vegetative, bareve e lokaleve, apo dhe më keq, duke i shtyrë drejt veseve si bixhozi dhe në rrugën potencialit të krimit.